Unë kam jetuar 25 vjet në një vend industrial si është Turqia. Me thënë drejtën, di me fat që kam jetuar atje. Të jesh në një vend industrial, kupton fjalën vizion. Prandaj Shqipëria ka nevojë për njerëz të ardhur nga diaspora. Po ju tregoj këtu një historinë e një turku, që është histori e vërtet, që tani ndodhet në Zvicër, dhe tani është një biznesmen. Vete në Zvicër, pa ditur gjuhën, fillon punë në një benzinë. Mirë po, si është në Turqi, duke kur venin makinat për të marrë benzinën, fëmijëve u shpërndante xhelibon. U fshin dhe xhamat, mundoi të kapte ndonjë fjalë. Sepse në Turqi kjo është kultura e tregtisë në fakt. Njëkohësisht ai mundohej të mësoj me ambientin, me gjuhën, të rriveshej. Dhe ishte vënë re që në atë stacion kishte ngritje xhiroje. Pse? Fëmijët ishin të kënaqur nga që merrnin xhelibon dhe kërkonin prindërve që benzinën ta mbushnin gjithmonë atje të makinës, të venin gjithmonë atje. Nga qendra ishte vënë re kjo, dhe u thonë që thrasin përgjegjësin, dhe thotë, çfarë keni ju që është bërë kjo? Kishte asnjë gjë të veçantë nuk bëjmë përveç këtij emigranti që ka ardhur tani, që ka filluar punë tani, thjesht u shpërndan fëmijëve dhurata të vogla, karamele. Atëre marri, e çojnë, u thonë, eja në qendër dhe do mësosh punëtorët e tjerë si të sillen me klientët. Dhe sot ai është një biznesmen në Zvicër. Kjo është histori e vërtet. Të merresh me biznes nuk do me thënë të jesh pronar. Nuk e di, në Shqipëri fjala pronar merret si diktator. Punëtorët i kesh trajtosh, punëtorët i shtypësh, punëtorët, fjala pron i zoti pronës. Është një lloj si ti kapiteni i anijës. Në ratë përfare duhet të kënaqësh klientin, sepse klienti do të kënaqë ty. Në Shqipëri ka shumë nevojë për njerëzuri të tillë. Fatkeqësisht në kohën e Enverit shkalla e njerëzve vizioner u eliminua dhe u quajtën kulakër. Sepse ata ishin njerëz të punës, ata dinin si të ngrinin punën. Mirë po tek ajo puna, punon edhe njerëzit e tjerë. Dhe fatkeqësisht njerëzit i mësuan të punojnë për shtetin, sklever, dhe pa respekt për pronën, sepse po të kishin pronat e tyre, atëherë do dinin si të respektojnë dhe pronat e të tjerëve, po të vazhdoj kultura e dikushme. Kur kalojnë njerëzit në butikun tim, kthehen për të përshëndetur patjetër. Sepse unë funksionoj me mënyrën se si u formova në Turqi, vend tregtar. Kurse kur veten në dyqanet e tjerë, as të buzëqeshi nuk di. Kurse në Turqi, kur veja për të marrë materialet, fillimisht më vinte kafja. Fillimisht duhet pijet kafja, pastaj të vazhdoj porosia. Por ju se unë kisha problem për kafe, po
po është mënyra e mikpritjes që ta afrosh klientin. Prandaj në Shqipëri ka shumë nevojë për këtë pjesë, për formatimin, sidomos në qytetin e Sarandës, për formatimin të menaxhimin e biznesit. Pasi potenciali shumë i lartë, por mungon trajnimi i duhur në lidhje me biznesin. Tregti do me thënë në gjuhëti. Jo të zhvasësh njerëz. Ti thuash njerëz hajde erdhën këta tani. Dhe ti shosh në rënë në budallinë. Njerëzit janë budallinë. Njerëzit janë zhgus. Edhe ata turistë nuk janë budallinë. Të janë zhgus. Nëse do mbeten të kënaqur vinë prapë. Nëse çmimi i jep shumë të shtrenjta, e ke humbur. Dhe nëse njëri lufton për lek, është drejt shkurtër. S'mund të ecë shumë larg. Njëri që është me vizion, është një lloj si e pema e lartë, që në hijen e saj arrin pemët më të ulta. Kjo botë nuk na përket ne. Ne jemi kalimtar këtu. Por duhet të lëm gjurmë të vlefshme për brezat që vijnë. Prandaj, se kjo botë askujt si përket. Nëse do t'i përkiste dikujt, do ta merrte Aleksandri i Madh që pushtet botën. Do ta merrni faraonët që patën pushtete. Do ta merrte Sultan Mehmeti. Po të rikën, lanë shenjën e tyre, të mira po të keqe, lanë firmën e tyre, dhe ku larguan. Sepse të tërë jemi turistë këto. Të tërë jemi kalimtar këtu. Dhe prova është pikërisht leku. Dikë e provon Zoti me lekun e tepërt, dikush e provon me skamje. Po të tërë në të njëjtin vend vemi. Prandaj kryesorja është të luash, pasi kjo jetë nuk u përket njerëzve të mirë, por atyre që din të luajnë. Shah. Dhe njerëzit vizioner janë ata që din të luajnë. Shau nuk luhet gjithmonë me ngurë, por me vendimet që merr në çdo situatë që të shfaqet. Dhe me të jesh me këmbë në tokë, të jesh koshient që sa të ekzistosh me vlerë.